Mungesa e shërbimit të grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave të konsumit të përditshëm në fshatin Dom të njësisë administrative Gurrë në Bashkinë e Klosit vijon të jetë një problem shqetësues për banorët. Këta të fundit shpresonin që me ndërtimin e urës së re të Domit që e lidh fshatin me rrugën nacionale Burrelt-Klos të mund t'ju ofrojë shërbimi pastrimit, gjë që nuk ka ndodhur deri tani. Jashtëkamras banorët thonë se që prej hapjes së urës për qarkullim, ju është premtuar që në fshat do të vendoseshin kontejner mbeturinash në mënyrë që ato të mos hidhen anash rrugës apo në rrua, por në vendin e caktuar. Ura lejon tashmë futin automjetit të Bashkisë Klos për tërheqjen e mbeturinave, por mungojnë kontejnerët. Të kontaktuar nga ana jon, përfaqësues të bashkisë thanë pak javë më parë se do të dërgonin kontejnerin, por deri tani rezulton se nuk është vendosur asnjë i tillë në fshatin Dom. Të gjitha mbeturinat që dalin nga konsumi i përditshëm i banorëve të Domit hidhen anash bregut të Lumit Madh dhe merreshjet e shirave përfundojnë në Lum e më pas në leqenin e Ulzës, duke shkaktuar një ndotje të madhe mjedisore.